të shtunën e madhe të shenjtë premtojmë varimin e ytrupshëm të Zotit dhe shpëtimtarit tonë Isu Krisht dhe zbritjen e tij në ferr, vdekjen e zezë brenda në varrin ngjërove sot, kur jetë e botës jek gatite për ne ngjallje prej së vdekurësh. Mbrëmja e të premtes është një ditë e shënuar në kalendarin e krishterë, pasi besimi ortodoks kremtojnë të premten e zezë. Kjo fest ka një rëndësi të veçantë për ta, pasi përkujton vuajtjen dhe kryqëzimin e Jezu Krishtit. Kisha ortodokse Apostull Pavli dhe Shënasti e Durrësit ishte e tejmbushur me besimtarë të cilët u mblodhen për të marrë pjesë në një nga ritet më të rëndësishme që njihet si procesioni e epitafit. Një akt simbolik që rikujton një nga momentet më të rëndësishme të besimit ortodoks, varrosjen e Jezu Krishtit. Procesioni erdhi pas shërbesës së vajtimeve, një nga ritualet ku përkujtohen vuajtjet dhe sakrificat e Krishtit. Procesioni i shoqëruar nga klerikët e kësaj kishe filloi në Obor. Më pas rruga kryesore u mbush nga qindra besimtarë të gjitha moshave. Gjiro me epitafin kaloi në një rreth të madh që filloi në kishën Apostull Pavli dhe Shënasti, ndaloi në disa zona, duke filluar në afërsi të stacionit të vjetër të trenit, u ngjit në drejtim të bashkisë së qytetit ku u shoqërua me aspekte të veçanta ceremoniale e më pas në drejtim të Velierës, duke e mbyllur ciklin e ceremonisë së epitafit në kishën nga nisi. Kjo ishte një ceremoni e veçantë dhe mbreslënëse për të gjithë qytetarët durrësak, që kremtohet çdo vit në kremtimin e së premtes së zezë, që simbolizon vdekjen e Jezu Krishtit në kryq. Riteve të organizuara ju janë bashkangjitur besimtarë ortodoks, por edhe të feve të tjera që u bën pjesë e këtij rituali kaq spektakolar e mbreslënës. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot. Dhe për ata që lundrojnë, që udhëtojnë për të sëmurët kuajtësit, robrit dhe për shpëtimin e tyre. Më shiro Zot, më shiro Zot, më shiro Zot. Më shirues dhe njëri dashit e ty ta drejtojnë lavdin Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për erën e jetëve. Amin. E premtja e zezë, për të cilën u zhvilluan ritet fetare në përshëtitoren e Durrësit, shënoi vdekjen e Jezu Krishtit në kryq, për t'u ringjallur mes natën e së shtunës, kohë kur kulmojnë edhe kremtimet e Pashkëve.